Pavarësisht ankimimit të Veliajt në gjykatën kushtetuese, zgjedhjet në Tiranë nuk do të pezullohen. Kjo sepse presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj, ka shpallur datën e zgjedhjeve të parakohshme për Bashkinë Tiranë dhe 5 bashki të tjera. Begaj dekretoi datën 9 nëntor si datë për zgjedhjet e parakohshme të cilat do të mbahen në Tiranë, Vlorë, Tepelen, Mat, Berat dhe Cëri. Është firmosur dekreti dhe vendimi është tashmë i marrë. Për Bashkinë e Tiranës është krijuar një debat nëse këto zgjedhje të parakohshme janë ose jo të lishme, pasi sipas kushtetutës, procesi zgjedhor për Tiranën duhet të pezullohet deri në marrjen e vendimit të gjykatës kushtetuese. Në lidhje me këtë, presidenca është shprehur në njoftimin e saj se për VKM numër 539, datë 25/9/2025 nuk zbatohet juridiksioni kushtetues për të drejtën e ankimimit, por juridiksioni gjyqësor administrativ. Pra, është qartësuar që ankesa duhet të ishte bërë në gjykatën administrative dhe jo atë kushtetuese. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.